Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Zbulohet maska që zhduk rrudhat si me magji për një ditë, ja si ta përgatisni. Dëshira më e madhe e femrave është që të fshehin moshën e tyre duke përdorur produkte të ndryshme kozmetike, të cilat heqin rrudhat. Ato shpenzojnë shumë kohë dhe para për të zgjidhur këtë problem. Ndërkohë, në shumicën e rasteve nuk ja dalin. Këtu ju do të mësoni se ekziston një mënyrë natyrale që ju të dukeni më të rinj se sa jeni në të vërtetë. Duhet që të përgatisni një maskë për fytyrë me vetëm 2 përbërës, mjalt dhe qumësht. Mjalti është një ilaç më i mirë për lëkurën dhe është shumë efikas në trajtimin e rrudhave. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 4 lugë gjelle qumësht pluhur, ndërkohë ju duhen 2 lugë gjelle mjalt dhe 2 lugë gjelle ujë të ngrohtë dhe një peshqir i vogël. Ndërkohë, bashkoni ujin e ngrohtë, mjaltin dhe qumshtin pluhur dhe përzini derisa të formohet një pastë. Aplikojeni këtë maskë të përgatitur në fytyrën tuaj, duke shmangur pjesën e gojës dhe të syve. Më pas, lageni një peshqir të vogël me ujë dhe vendosni në fytyrë për rreth 10 minuta. Në fund, hiqeni maskën me kujdes me anë të peshqirit dhe lajeni fytyrën me ujë të vakët. Duhet ta përsërisni këtë maskë një herë në javë dhe do të merrni rezultate të menjëhershme. Kjo maskë e hidraton lëkurën dhe e bën atë më të butë dhe më të shëndetshme. Kështu ju do të parandaloni edhe daljen e rrudhave. Ndërkohë, sipas ekspertëve, rrudhat janë një pjesë e paevitueshme e procesit të plakjes dhe tek disa njerëz ato dalin përpara kohe, kryesisht tek zona e syve, gojës dhe e qafës. Rrudhat shkaktohen jo vetëm nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por njëkohësisht edhe nga ndotja, ekspozimi në diell, mungesa e vitaminës D3, përdorimi i tepërt i produkteve kozmetike, ndryshimi i kremrave dhe njëkohësisht duhani. Rrudhat gjithashtu mund të zbehen, shmangen dhe të mbahen nën kontroll me disa trajtime natyrale. Ndaj, në këtë video, ne do t'ju tregojmë disa receta ndër më të mira të cilat do të zhdukin rrudhat tuaja. Vaj i arrës të kokosit. Me këtë vaj, ju mundet që të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhit, ju mundet që ta mbani vajin në lëkurë për gjatë gjithë natës. Kura duhet përsëritur çdo mbrëmje. Vaji i arrës të kokosit i jep lëkurës tuaj një shkëlqim natyral dhe njëkohësisht ai mundet që të zbehë rrudhat. Vitamina E. Kapsulat e vitaminës E në një formë vajore duhen aplikuar në zonën e rrudhave dhe duhet mbajtur për disa orë. Ky trajtim duhet bërë çdo mbrëmje. Vitamina E hidraton lëkurën, zbeh rrudhat dhe ushqen atë me antioksidant. Uthulla e mollës gjithashtu mund të përdoret për të zhdukur rrudhat tuaja. Sipas ekspertëve, uthulla ruan ekuilibrat e pH-it, ndërkohë që mjalti i jep fytyrës tuaj një shkëlqim rinor. E bardha e vezës. Rriheni të bardhën e një veze dhe vendoseni atë në lëkurë, prisni sa të thahet dhe më pas shpëlajini atë me ujë të vakët. Ndërkohë, kjo maskë është e përshtatshme për lëkurat tuaja me yndyrë dhe duhet bërë 2 herë në javë. E bardha e vezës e tendos lëkurën dhe gjithashtu zbeh rrudhat. Avokado. Tulin e avokados ju mundet që ta shtypni në një mikser dore dhe maskën ta mbani në fytyrë për 20 deri në 30 minuta. Kjo maskë duhet bërë 2 herë në javë. Avokado i zbut rrudhat dhe gjithashtu i jep lëkurës tuaj shëndet, gjallëri dhe njëkohësisht shkëlqim. Aloe vera.
Përzdini një lugë gjelle me gjelin e aloe verës me të bardhën e një veze. Maskën mbajini për gjysmë ore dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Gjeli i aloe verës është një burim i pasur i vitaminës E dhe bashkëpunon shumë mirë kundër rrudhave me të bardhën e vezës. Lëngu i limonit. Përzdini sasi të barabarta të lëngut të limonit dhe të mjaltit. Maskën mbajini në fytyrë për plot të 10 minuta. Lëngu i limonit gjithashtu përmban edhe vitaminën C dhe nxit formimin e kolagjenit i cili zbe rrudhat. Soda e bukës. Përzdini një lugë gjelle me sodë buke dhe një lugë gjelle me ujë. Fërkojeni lëkurën tuaj me lëvizje rrethore për disa minuta ose aplikojeni si maskë dhe mbajini në fytyrë për plot 10 minuta. Soda e bukës gjithashtu heq të gjitha qelizat e vdekura dhe përmirëson qarkullimin e gjakut. Me kalimin e viteve, rrudhat të cilat shfaqen në fytyrë janë një problem i vërtet për shumë njerëz, por për luftimin dhe parandalimin e tyre ju vjen në ndihmë një maskë natyrale e cila përgatitet shumë thjesht pasi ka nevojë për vetëm mjalt, vezë, kostë dhe një kohësisht vaj ulliri. Në një enë hidhni një lugë mjalt, një të verdhë veze, 2 lugë kostë dhe një lugë vaj ulliri. Përzieni të gjithë këta përbërës derisa ju të përfitoni një masë kremoze. Këtë masë aplikojeni në fytyrë të cilën duhet ta keni larë më parë. Lëreni që të veprojë për plot 30 minuta dhe më tej, shpëlajeni fytyrën tuaj me ujë të vakët. Përdoreni atë 2 herë në javë, duke parë që rezultatet tuaja do të jenë vërtet mbretëlënse që në javën e parë të përdorimit. Ndërkohë, duhet të dini se ekzistojnë edhe maska natyrale të cilat do të zhdukin rrudhat e syve. Lëkura poshtë syve është tepër delikate dhe e hollë, në mënyrë që ju të eliminoni rrafët e zinj të cilët formohen poshtë syve, ju mund të përgatisni disa maska natyrale në kushtet e shtëpisë në mënyrë që t'i sillin fytyrës tuaj freski dhe njëkohësisht një pamje komplet tjetër. Maska natyrale me mjalte dhe vaj bajameje për rrudhat e syve. Hidratimi i duhur dhe në mënyrë efektive është e vetmja mënyrë për të parandaluar rrafët poshtë syve të cilët janë të shkaktuar nga lodhja dhe nga pagjëmsia. Në një tas ju duhet të përzieni 2 lugë mjalte dhe të shtoni një lugë çaj me vaj bajameje. Përzieni ato derisa të bëhen bashkë dhe në pak minuta masazhoni konturet poshtë syve. Maskën mbajini për rreth 10 minuta dhe pastaj shpëlajini me ujë të ngrohtë. Për këtë trajtim nuk ka asgjë më të mirë se sa një maskë me mjalte e cila e bën lëkurën tuaj tepër elastike. Gjithashtu mund të përdorni edhe maskën me mjalt, qumësht të freskët dhe miell. Në një tas ju duhet që të përzieni një lugë mjalt dhe gjithashtu qumësht të freskët dhe një lugë miell, e cila do të shërbejë për përzierjen. Aplikojeni maskën poshtë syve dhe lëreni për 10 deri në 15 minuta dhe më pas shpëlajeni me ujë të ngrohtë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.